Zotja Maja, a keni goca? Ore, si do ndiheshit ju? Si do ndiheshet ti moj zonja Vokshi sikur gocës tënde ti thoshin këtë gjën që sapo më theti mua? Si do të vinte moj? Si do të vinte? Si do të vinte? Si do të vinte? Si do të vinte? Po ti pse përmend mua? Kam dhe unë mama në shtëpi, kam edhe unë baba në shtëpi, i kam edhe unë në shtëpi. Atëherë mos më përmend mua. Mos më përmend mua. Ti 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 mos më përmend mua. Dëgjove apo jo? Mbyllë gojën. Mbyllë gojën po them tani. Hesh. Fëmijët e mi këtu, në këtë grup të qenë për mos i përmendi. Boll. Tur të vi. Tur të vi ty. Ju lutem mos ndërprisni fjalën e kolegëve. Ju lutem. Zonja Besaspa, procedurë. Kryetar, të gjithë... Ju lutem. O kryetar, të gjithë këtë skene e pam këtu, nuk është se e pam nga televizori dhe po themi ndonjë gjë të cilën në sekuenca caktuara ne humbëm për shkak edhe se si ishim prezent, ishim të gjithë këtu në sallë prezent, edhe ishim shumë kolegë deputet të majtë, të cilët pam që zonja Oti nuk donte të merrte fjalën. Zonja Oti nuk donte të merrte fjalën, se nuk donte për arsyet e saj personale pse s'donte të merrte fjalën, refuzoi të merrte fjalën dhe në momentin që zonjës Muzhaqi u dha fjala, shkoi dhe joqi kartën 3 herë. Tani zonja Oti s'është askush të heqë të drejtën e fjalës, se ishim këtu. Dhe të lutem. Ai është kryetar kuvendit, dakor? Dhe përveç se joqi të drejtën e fjalës, të lutem, ishim këtu. Dhe përveç se joqi të drejtën e fjalës, Zoti Noka bëri veprime që nuk i takojnë në parlamenti. Zoti Noka bëri veprime që duhet përjashtohet urgjentisht nga Parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Se dhe kërcënoi të gjithë kolegët që ishim këtu. Zoti kryetar janë pamje të përjetuara këtu dhe jo të para nga televizioni. Zonja Josefina Topalli, fjala procedurë. Shpresoj në një fjalë të arsyeshme që të kthehemi në normalitet në seancës. Zonja Josefina Topalli. O flamur, e ke mas, o flamur. O flamur. E ke mas Josefina, o flamur. Sa ja vjen që ti si tu e ka mas Josefina. Ka Josefina mbas asaj. E ke mas Josefina. E ke mbas. Falë më tamam. Zoti kryetari i kuvendit. Kryetari i kuvendit, kur drejton seancat plenare, ka një rregullore e cila nuk ka vetëm një nen, që dënon gjithmonë vetëm deputetet e opozicës. Ju keni gjitha pushtetet, s'keni vetëm super maggiorancat marrë ashtu siç i keni marrë. Ju keni gjithë institucionet të pavarura, keni drejtsinë, keni parat, keni bankat, i keni gjitha, jeni gjithë investitor strategjik. Është e mira që të mash në rregull në këtë nëse mund quhet parlament, që për mua ka humb misionin që në krijimin e tij, që të shohish të gjitha nenet e rregullores. Nuk është normale dhe nuk ka ndodhur kur që një nan e 2 fëmijëve, fëmijë të cilës janë kërcënuar nga bandat gjatë fushatës elektorale të fyhen me një fjalor aq vulgar sa as në shpellat e mafjes nuk përdoren sepse ato kanë një kod. Nuk ka ndodhur kurrë në parlamentin e Shqipërisë që një mam tjetër e re me 2 fëmijë të vegjël të kërcënohet gjatë seancës plenare e ti thuhet që do të tregoj unë ty. Nuk ka ndodhur kurrë që deputeti të provokoj midhimjen e vrasjes së 4 dëshmorëve të demokracisë. Nuk ka ndodhur kurrë që të provokosh dhimbjen, jo thjesht të 4 familjeve, por të një qyteti dhe të një shoqërie dhe të një gjaku që është vendosur në bazën e një sistemi që ne do ta ndërtonim me të metat e të mirat në 3 dekada të ardhshme. Por kur një burr provokon mi dekorin dhe merret vetëm me gra, ka vetëm një shprehje për te. Merre zoti kryetar. Ka
për përzhelësh e zjarë jashtë.